barkun e shënmërisë, thuhet një herë një kohë, pra apo rrethin e ngushtë. Dhe do të jenë jo më shumë e jo më pak se rreth 62 persona. Nuk do të ketë një band që do të shpërthejë muzika me këngëtarë që ndrojnë njëri tjetrin dhe që duket ceremonia ndonjëherë sikur nuk është fejesë, po sikur është festival. Jo, nuk ka. Kanë zgjedhur një DJ që do të luajë muzikën sipas rastit që do të jetë atje, sipas ritmit të muhabetit. Nuk ka asnjë VIP apo personazhe siç priten zakonisht, sepse jo pak të njohur janë edhe ata të dy, edhe Princi edhe Blerta, por personazhe shumë të njohur nuk do të ketë, edhe do të jetë një rreth i ngushtë, pra miq edhe njerëzish të zemrës. S'do të ketë as personazhe VIP nga bota e ekranit, showbizit apo artit, po ashtu edhe nga politika e lartë. I vetmi emër i famshëm, jo vetëm se është këngëtare, po sepse e ndjekin edhe në Instagram dhe shumë në TikTok, është Orgesa Zaimi. Por, jo, nuk është si VIP aty, po është si kushurire e nuses. Kemi mësuar që Orgesa dhe Blerta Celibashi janë kushurira me njëra tjetrën dhe normalisht që është ftuar pra në këtë ceremoni, në këtë ditë të paruar për Blertën, por edhe për Princin Leka. Orgesa Zaimi është si e ftuar në bashkë të vendit aty, por nuk i dihet nëse do çohet të këndoj apo jo. Sepse e ftuar ishte edhe me dasmën e Cindy Marinës, por në gjitha videot që dolën nuk pushon të Orgesa duke kënduar, nuk e uli Sara perché ti amo e gjithë të këndët e Riki e Poverit. Kështu i kam përshtypjen se një Sara perché ti amo, Orgesa Zaimi do këndoj edhe kjo dasma e kushërirës së saj, Blerta Celibashi, me Princin Leka. Pasi ishin shumë të diskutuar dhe daljen e tyre bashk të fundit publike e kam bërë tek emisionin YouTube i Arbanës, unë mendova personalisht se Blerta dhe Princi Leka, nuk e di pse, po pyetja që ishte